Përshëndetje, do të sjell sot për ju një supë krem me perime dhe pikërisht është supë me kungull, është ai kungulli i verdh, dhe gjithashtu për një shije më të mirë do t'i shtoj edhe disa perime siç janë patate, qep, fresh dhe karrotë. Kam prerë në kubik të vegjël, do t'i kavardisim pak me gjallë dhe më pas kur të shikojmë që kanë ulur vëllimin e zbutur, do t'i shtojmë ujë. Do t'i frullojmë për ta kthyer në një krem, jo në pure, sepse pureja është më e trash, por nëse shikoni që është e trash, mund ta halloni me pak qumësht ose edhe me pana. Atëherë e shërbejmë. Unë do ta servir me pak limon, vaj ulliri dhe për shije akoma dhe më të mirë me fara mix. Për kohët që po vinë, pra për motin që po fillon të freskohet, është një ushqim shumë i mirë, sidomos edhe për fëmijët. Dhe shpresoj që ju ta provoni dhe nëse e provoni më shkruani në komente se si ju ka dalë. Ju falenderoj shumë që më ndiqni. Kalofshi bukur.